Horoskopi ditor 29 prill 2025. Parashikimi për gjithë shenjat. Dashi, sot yjet të këshillojnë të ndalosh për një moment dhe të rishikosh prioritetet tua. Hëna ndikon fuqishëm sot duke bërë këtë ditë të përshtatshme për reflektim dhe për të parë me një sy tjetër rrugën ku po ecën. Është shumë e rëndësishme të vendosësh me kujdes se ku do të shpenzosh energjinë tënde, sidomos tani që hëna është në një fazë të saj në rritje. Në aspektin financiar, ki kujdes, shmang blerjet impulsive ose shpenzimet e panevojshme. Në jetën profesionale mund të shfaqe mundësi të papritura bashkëpunimi, je i hapur ndaj njohjeve dhe rrjeteve të kontaktit, sepse mund të hapin rrugë të reja zhvillimi. Në planin personal, komunikimi është fjala kyçe sot. Bisedat e sinqerta me njerëz të afër do të forcojnë marrëdhëniet dhe do të ndihmojnë të kuptosh më mirë veten tënde. Për sa i përket shëndetit, është një ditë ideale për të ushtruar aktivitete që ndihmojnë mendjen dhe trupin. Pozicionimi i yjeve gjithashtu favorizon dhe anën tënde krijuese. Mos hezito të merresh në ndonjë hobi artistik ose të nisësh një projekt të ri që të frymëzon. Merr kohë për të rishikuar qëllimet afatgjata. Demi, yjet sjellin një ndjenjë stabiliteti dhe qetësie. Me Venusin që ndriçon në sektorin tënd të komunikimit, është një moment i shkëlqyer për të shprehur idetë dhe mendimet tua me qartësi dhe elegancë. Nëse prej kohësh ke menduar të afrosh dikë për një çështje personale ose profesionale, sot mund të marrësh një përgjigje pozitive. Në aspektin financiar, është koha e dur për të organizuar më mirë burimet tua. Kjo do të ndihmojë në ndërtimin e planeve dhe investimeve të ardhshme. Ndaj kohë për të folur me njerëzit e dashur. Fjalët e tua kanë forcën të shërojnë, të sjellin gëzim dhe të forcojnë lidhjet. Në planin personal, kujdesu për veten. Lejoj vetes një pushim të vogël nga rutina për të rifreskuar mendjen dhe shpirtin. Pozicionimi i yjeve gjithashtu nxit dëshirën për të shprehur anën tënde krijuese. Angazhohu në aktivitete artistike ose zanate. Sot je i ftuar të jesh i hapur për të marrë dije dhe aftësi të reja nga burime që nuk je prisje, duke ndihmuar kështu në rritjen tënde personale. Ruaj ekuilibrin mes praktikës dhe pasionit. Kjo do t'ju ndihmojë të ndërtosh një ditë të frytshme dhe të mbushur me kuptim. Binjakët, mundësi të mira financiare. Ndikimi i Mërkurit të bën të kesh mundësinë të shohësh mundësi të reja për të rritur të ardhurat dhe të rishikosh planet ekzistuese. Ndërveprimet shoqërore janë të theksuara, përdor fjalë të matura me mençuri dhe përfiton nga mundësitë për të zgjeruar rritjen tuaj profesional. Megjithatë, kujdes nga ndjesia mbi ngarkesës. Balanca është shumë e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Në jetën personale do të kesh nevoja emocionale. Në aspektin profesional, aftësia për të përshtatur do jetë forca juaj. Të qëndruarit fleksibël dhe të hapur ndaj ndryshimeve mund të hap dyert për mundësi të papritura duke e bërë një ditë kyçe në udhëtimin tuaj personal dhe profesional. Gaforja. Yjet sot të ftojnë të investosh në marrëdhëniet personale dhe të thellosh më shumë ndërgjegjësimin emocional. Prania e hënës zgjon anën tënde intuite, duke të ofruar njohuri të thella rreth dinamikës së familjes dhe miqësive. Komunikimi i hapur dhe dëgjimi janë çelësit për forcimin e lidhjeve, kështu që mendohu për të planifikuar një bisedë të sinqertë për të zgjidhur ndonjë çështje të prapambetur. Në aspektin financiar, është koha për të rishikuar buxhetin tënd. Ndryshimet të vogla mund të sjellin stabilitet. Në punë, mundësi për përparim janë të lidhura me përkushtimin dhe aftësinë për të zgjidhur problemet në mënyrë krijuese. Shiko mundësinë për të udhëhequr dhe fuqizuar të tjerët. Rrethohu nga individ mbështetës që të ngrenë shpirtin dhe të inkurajojnë rritjen. Me kalimin e ditës mbaj një qëndrim reflektues dhe mund të kesh biseda me nuanca që do të çojnë lidhje të mbushura me harmoni. Luani. Energjia e diellit mbështet ambicet tuaja, duke e bërë këtë ditë të përshtatshme për qëllimet tuaja. Yjet favorizojnë udhëheqjen dhe iniciativën, ndaj merr drejtimin e situatave. Në aspektin financiar, mendohu për investime strategjike apo kursime. Eksploro mundësi që përputhen me qëllimet tua afatgjata. Përpjekjet për të zgjeruar rrjetin tënd do të shpërblehen. Shmang çdo shpërqendrim që mund të largojë nga produktiviteti. Fokusimi është aleati yt. Në marrëdhënie mundohu të kuptosh dhe të tregosh empati.
Dëgjimi i hapur përforcon lidhjet dhe sjell harmoni. Mundësi për njohje mund të shfaqet ndaj përqafoj me elegancë dhe modesti. Për të ruajtur ekuilibrin, është e rëndësishme të dedikosh kohë për aktivitete relaksuese që të mbushin me energji pozitive. Reflekto mbi arritjet e kaluara dhe përdori si udhëzim për të ardhmen. Virgjëresha. Mërkuri, planeti yt mbyzotërues, sjell mundësi të favorshme për projektet personale dhe profesionale. Është momenti i duhur për të rregulluar detyrat dhe për të ndihmuar në rritjen e produktivitetit. Në jetën personale, aftësia jote analitike do të ndihmojë të menaxhosh ndërveprimet shoqërore dhe të komplikuara. Balanco kërkesat intelektuale me aktivitete që promovojnë mirëqenien dhe relaksimin. Kujdes nga tendenca për të analizuar gjithçka në tepritës, përqendro në zgjidhje të veprueshme që do të kontribuojnë në mirëqenien e përgjithshme. Peshorja. Sot, Venusi është në krahun tënd dhe sjell një rritje të karizmës dhe aftësisë për të komunikuar. Është një moment i shkëlqyer për të krijuar lidhje të reja dhe për të forcuar ato ekzistuese. Në aspektin financiar, aftësitë tua diplomatike mund të hapin dyert për biseda që mund të jenë të dobishme për të ardhmen. Profesionalisht, bashkëpunimi është çelësi. Bashkëpunoni me individ të ngjashëm për të realizuar idetë tua. Balanca është e rëndësishme, kështu që kujdesu për veten nëpërmjet aktiviteteve të shumta sociale. Në marrëdhënie, trego mirëkuptim dhe mirënjohje. Gjestet e vogla mund të thellojnë shumë lidhje. Shmang nxitjen e veprimeve të nxituara, në vend të kësaj mendo me kujdes për zgjedhje të rëndësishme. Harmonia sot është e pranishme. Akrepi, universi të fton të thellosh brendin tënde dhe të gjesh qartësi në çështje personale. Intensiteti i ditës thekson fokusin, prandaj përdor këtë energji për të rishikuar qëllimet dhe për të vendosur ambicie të reja. Në aspektin financiar, kujdes, mendohu përpara se të shpenzosh. Në marrëdhëniet personale, kërko sinqeritet dhe thellësi. Duke hequr shtresat sipërfaqësore, mund të zbulohet qëllimi i vërtetë. Balanco mendimin dhe ndjenjat, duke lënë hapësirë për qartësi emocionale në marrjen e vendimeve. Është një moment i mirë për të eksploruar ose për të rishikuar praktikat shpirtërore. Sot, burimet e tua natyrore të qëndrueshmërisë dhe ndihmesës do të udhëheqin përmes transformimeve. Shigjetari. Me Jupiterin që të nxit për rritje, sot është një ditë e shkëlqyer për aventura në horizontet tua. Mendohu për mundësi që të çojnë në mësime dhe eksplorime. Në aspektin financiar mund të shfaqet njohuri të vlefshme. Një shqyrtim i kaluar mund të sjellë zgjidhje në përfitime të ardhshme. Në marrëdhëniet personale, kërko kuptim dhe hap komunikim për të ushqyer lidhjet. Bëj kujdes me mendimet filozofike, pasi ato mund të ofrojnë udhëzime për qëllime jetësore më të mëdha. Angazhohu në aktivitete që të japin gëzim dhe relaksim. Kjo ditë thekson progresin në shumë aspekte, duke u lidhur me aspiratat për një perspektivë më të gjerë. Përqafon mundësitë për të thelluar njohuri dhe për të ndërtuar ura që të arrish qëllime të mira. Britësjapi. Sot, me Saturnin që të mbështet, do të ndjekësh një qasje për të arritur objektivat. Shiko me kujdes projektet. Në aspektin financiar, mbaj një fokus të qëndrueshëm. Shqyrto investimet ose kursimet. Profesionalisht, dita favorizon bashkëpunimin, ofron mundësi për njohuri nga ekipet me çështje të ndërlikuara. Në marrëdhëniet personale, theksi vihet në komunikim të qartë për të shmangur keqkuptimet. Në lidhje romantike, mirënjohja është një mënyrë e sinqertë për të ushqyer reciprocitetin. Balanco orarin tënd duke lënë hapësirë edhe për pushim. Angazhohu në aktivitete që të ndjejnë të jesh i përqendruar dhe i lidhur me natyrën. Festoni progresin e vogël si pjesë e një rrugëtimi të gjatë sot. Ujori. Sot universi të ofron mundësi për bashkëpunim, duke të ftuar të ëndërrosh në mënyrë të guximshme dhe të punosh kolektivisht. Energjia e Uranit inkurajon qasje të pazakonta, kështu që përqafo idetë origjinale dhe eksploro zgjidhje të reja. Profesionalisht, aleancat luajnë një rol të rëndësishëm. Në aspektin financiar, qëndro i hapur
mundësisht përmes sipërmarrjeve krijuese ose tregjeve që janë në rritje. Në marrëdhënie, fokusohu në biseda të hapura që forcojnë besimin dhe kuptimin reciprok. Inkurajimi dhe reciprociteti duhet të udhëheqin ndër veprimet, kështu që bashkëpunon. Hobit që ke, si artet apo projekte teknologjike, mund të ofrojnë jo vetëm kënaqësi, por dhe njohuri të reja. Energjia e ditës mbështet sot rrugë të reja për ty. Peshqit, sot ndikimi i Neptunit të fton të eksplorosh. Aftësitë tua empatike janë të theksuara, duke e bërë këtë një ditë të favorshme për të kuptuar dhe për të lidhur me të tjerët. Mundohuni të angazhoni në aktivitete që ushqejnë shpirtin. Në aspektin financiar, një vlerësim i zakoneve të shpenzimeve mund të çojë në stabilitet. Në aspektin profesional, fantazia dhe parashikimi mund të jenë të dobishëm. Përdori këtë aftësi kur merresh me projekte të reja. Kërko komente nga kolegët për të përmirësuar rezultatet dhe për të krijuar një sukses të garantuar. Në marrëdhënie, mirësia dhe dëmshuria do të udhëheqin veprimet e tua të kësaj dite. Në shtëpi, pranoni praktika që ndihmojnë në rilindje dhe në rehati. Balanco ëndrat me realitetin. Universi mbështet frymëzimin tënd krijues sot.